Mirëmbrëma miqtë e emisionit ton, nga studio Bardhazi, një urim të madh kuqezi për të gjithë shqiptarët në mbar botën. Si tha ai, sot është dita kur Skënderbeu ngriti flamurin në Vlorë. Në Vlorë është ngritur një 30 herë flamuri, nuk është se është ngrit vetëm një herë. Po Skënderbeu ama. Të gjithë aty do kalojnë në Vlorë. Skënderbeu ama, e kupton? Vaj të jug nga Vlora do kalosh. Mirë ne për politikuajt që kemi, mirë ne. Gjithsesi, sot dhe nesër jemi krenar, pas nesër vazhdojmë me dokumentat për Gjermani. Se lotaria amerikane nuk doli këtë vit. Doli, në la pa gjë. Gëzuar 28 nëndorin, në këtë mbrëmje live nga studio juaj e zemrës, ne ju urojmë çdo shqiptari anë e kënd vendit këtë fest kombëtare ta shijoj, ta festoj, sepse ta shpalosi. Nuk duhet të jenë këto 2 ditë kur duhet ndihemi shqiptar, ne duhet ndihemi 360 ditë të vitit shqiptar. Po, edhe në 29 shkurt. Në 29 shkurt. Mirë, shkojmë ke rubrika pse? Thonë që shumë shkrimtar i kanë shkruar librat e tyre të mrekullueshëm, duke pritur gratë e tyre të bëjnë shopping në qendra tregtare. Se s'kishin ç'a bëni. Aty prit. Aty i përktheje? Unë aty? Makinë brenda. A e dini çfarë ka thënë Cezari? Jepni bukë dhe Big Brother dhe ata nuk do të revoltohen. Do të rinë të urtë, se do të kenë ushqimin. Si qingja. Jemi në urgjencë. More. Për çfarë diagnoze po bëni serum, zotria, vash se re? Për diagnozën passwordis Instagramis. Po cili mjek e zbuloj këtë diagnozë? E zbuloj gruaja. Babi, kur linda unë? Ke lindur ditën e zgjedhjeve të keqen babi. E kush i fitoi zgjedhjet, babi? Po babi nuk e mban mend se kur doli rezultati i zgjedhjeve ti ishe 1 vjeç e gjysmë. $300 vjeca të dalin zgjedhjeve. Doktor, sa herë pi kafe, se që më vjen një dëshirë e madhe për të bërë dashuri, nuk ta shpjegoj dot. Ju kuptova, zonjë, ju kuptova. Ndërkohë që bëjmë testimet, si e doni kafen, të mesme apo nam-nam? Ka dhe nga këtë doktora, ore, mos mendoni që... Shkojmë pak në farmacie. Zotri, Viagra 5 vjeçe mbaroj. Nëse doni, mund të jap një kokër, një qinçej që ta ndani në dysh. Këtë ndani në dysh me gruan? Jo, Viagrën. Se mos e pi të tërë, se e shkove në atë botë. Doktoresh, si dolën kontrollet e gruas time? Dëgjoni, grua juaj është atzan. Çfarë? Po unë jam treguar shumë i kujdesshëm, doktoresh. Po, ti tregoj i kujdesshëm sa të duash. Po është si puna në trafik. Ti tregon kujdes, po ta rast tjetri nga mbrapa dhe se merr veç a bëhet. Zemra, me sa burra ke fjetur ti? Vetëm me ty zemra kam fjetur, se të gjithë të tjerët më ka lënë zgjuar. Që thumi? Zbra, dua të tregoj një sekret. Ua, çfarë ka ndodhur, more? Unë kam zënë dashnore. Të ngërt mortja, idiot, thash se çfarë ka ndodhur, mos kishte ndonjë sëmundje, a diçka të keqe. Po nga i dashnor kemi të gjithë. Po ti fort, ngriu zemra. Shkon polici te tekniku. Të lutem, më jep një gjë metalike, sepse më kanë ngelur çelësat e makinës brenda në makinë. Po shiko se është e vështirë ta nxjerrësh, nuk nxjerret kaq kollaj. Jo, se s'është problem të se kam një shok që më ndihmon nga brenda. Më seriozisht e ke ti tash. Ndodhin dhe këto, ndodhin. Me që jemi tek ato gjërat e sigurta, te ato gjërat e mira, që kur të vi një herë në derë ti nuk duhet i thuash kurrë jo. Kush është banga më e sigurt, banga me historinë më serioze,
me besueshmërinë më të lartë ke klienti, cila është ajo bankë, ma thuaj pak emrin, shpejt. Është banka që flet gjuhën tonë, Banka Credins. Nuk ka kushtje tjetër, Banka Credins. Një bankë e sigurt, e mirë dhe mrekullueshme, që duhet jetë bashkëqyruese në jetën e të gjithëve ju. Shumë mirë. Po, tjetër kush duhet të na shoqërojë në jetën? Jo, mua nuk ja, ua them unë, Klinika Kate, me Dr. Skerdi në krye, Klinika Kate, një klinik kozmike, një klinik e mrekullueshme, kur futesh aty, habitesh, dhe tak t'i shkullin dhëmët dhe se kupton fare që t'i kanë shkull dhëmët. Nuk bërë aksioner ke Kate ky, nuk po e kupton. Jo, nuk jam bërë aksioner, por do doja të kisha qenë aksioner. Stile Skerdi njerë, atje kupton, është blok, po. Mirë. Është një klinik fantastike. Edicioni jashtëzakonshëm i lajmeve. Ekspertët nuk gjejnë paqe. Pse pica është e rumbullakët, vjen në kuti katrore dhe bëhet dhe hahet, sidomos në formë trekëndore. Kush e zgjidh të? Kush e zgjidh të ka një udhtim në Dubai? Po e zgjidhët të keni një udhtim në Dubai. Vazhdoj. Edicion i jashtëzakonshëm i lajmeve. Vetë ekspertët e thonë, kur kemi qenë të rinj, kemi qenë pak pallosha, por kjo nuk do të thotë që po të vazhdoni të mbeteni pallosha, do vazhdoni të mbeteni dhe të rinj. Edicioni i jashtëzakonshëm i lajmeve vijon. Të gjithë jemi me nxitim, por të gjithë e gjejmë gjysmore kohë të çajnë drasat dhe pikërisht në atë momentin më të vështirë. Po i gollak e punët aty. Ça? Edicioni i jashtëzakonshëm e pohon një sondazh i kryer kohët e fundit. 99% të shqiptarëve ju mungon vetëm 1 milion të bëhen miliardera. Për 1 milion, për 1 milion. Po nxjerrët 1 milion drejtëtar. Edicioni i jashtëzakonshëm i lajmeve e pohon vetë stati. Në këtë periudhë kur rriten çmimet e gjithçka tjetër, bie vetëm një gjë: edukata. Vijon edicioni i jashtëzakonshëm i lajmeve. Mënyra më e mirë për të dyfishuar parat është ti marrësh, ti hapësh, ti bësh dysh e ti futesh prapë në portofol. Edicioni i jashtëzakonshëm i lajmeve. Ekspertët e pohojnë. Nëse në këtë jetë jeni kalimtar, po eca vlla kalo aty, qa, aje kalimtar, eca aty kalo. Qa nga mërzit kokën e dhani, eca aty, Allah. Edicion i jashtëzakonshëm i lajmeve. Një sondazh i kryer kohët e fundit tregon se një diamant është për gjithë jetën. Ama edhe era e vajt të djegur nuk bën shaka, vlla. Po dojq vaj në shtëpi, ikna shtëpia. Vijon ky edicioni i jashtëzakonshëm i lajmeve. Më në fund, gratë mund të festojnë, burri ëndrave ekziston. Po ku ta gjejmë, thoni ju? Mjafton të vazhdoni, prit se kam thënë akoma, mos qesh një kot, prit dhe njerë. Mjafton të vazhdoni të flini. Ta shqiqesh. Futi dhe i të gërritme se do t'a gjesh burri. Burri ëndrave ekziston me gërritjen. Edicioni i jashtëzakonshëm i lajmeve. Prap s'marove ti. Sondazhet tregojnë se nëse prindrit tuaj nuk kanë fëmijë, as ju nuk do keni. S'kishte për qesh kjo. S'ishte për qesh? Prandaj se regjia nuk qeshi edhe si duket... Po, normal.